Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Është kënaqësi që çdo ditë ju uroj një ditë të mbar dhe të bukur në ecurinë e gjithë secilit. Pranvera, kjo stinë e mrekullueshme që na ka përqafuar tashmë, është në shpirt, është në veprimtari, është në natyrë, por është edhe në këngë. Në Shkodër ajo zën një vend të padiskutueshëm tek të gjithë ne. Përndryshe nuk do të ishte kjo jetë me këngë e përshkuar në një numër të jashtëzakonshëm këngësh në Shkodër, por jo vetëm. Ndoshta nisur nga ky shpirt shkodran, ndoshta nisur nga kjo pasuri e madhe, ndoshta nisur nga kjo mundësi e jashtëzakonshme. Pranvera me këngë është tashmë një koncert tradicional në Shkodër. Natyrisht duke rrokur spektrin e ngjyrave të kësaj stine dhe duke i derdhur në tingujt e këngëve, të interpretimeve, të duartrokitjeve, të interesimit, nuk ka se si të mos emocionohesh. Pranverë me këngë është koncerti që nesër do të çel si parin e tij në sheshin para teatrit Migjeni. Unë sot jam së bashku në këtë mikrofon me maestro Ilir Zogën, udhëheqës artistik i Pranverë me këngë. Mirëmëngjes maestro, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, mirë se u gjej Marit. Është shumë kënaqësi kur flitet për produkte të bukura, madje ju vini jo rrallë në studio sepse jeni një njeri që përfaqësoni produktivitetin artistik dhe një aktivitet të duartrokitur, të mirëpritur, do thoja. Unë sinqerisht them që është një falënderim i veçantë për ju që me të vërtetë për shumë persona, për shumë që pasqyrojnë veprimtarinë e Shkodrës, më mirë se këtu në këtë studio, as kërkun nuk mund pasqyrohet veprimtaria atyre. Kështu që edhe në rastin konkret, sinqerisht falenderoj për punën që i bën, për kujdesin që i bën, për përqimin e këtyre vlerave edhe te publiku dhe te ardhasi shkodran. Ilir, punën e bani ju, sepse ajo është një produkt artistik i cili ka konceptin e vet, ka mendimin e vet, ka ecurinë e vet, ka rrjedhshmërinë e vet në vite, një punë që bulon në hapat tuaj artistik tashmë të afirmuar dhe që ofron rreth vetes këto ndjesi shumë të bukura që i adhuroni publikut. Kjo është merita juaj. Mase po futem direkt në temë, ne krahas shumë aktiviteteve si formacioni i teatrit Migjeni, ose si orkestrë e teatrit Migjeni eksaktësisht, ne kemi shumë gjatë vitit. Dhe jemi të pranishëm jo vetëm në aktivitetet tona të teatrit, por edhe në aktivitete të qendrës kulturore, aktivitete nga më të ndryshmet, pra kena ftesa nga më të ndryshmet, jo vetëm në Shkodër, por edhe në qytete tjera ku ka aktivitete muzikore, kështu që tashtima na jena në vazhdën e pritjeve të vazhdueshme për ftesa, për aktivitete të ndryshme, mirë po unë du mu nalë se aktiviteti i jonë, ose koncerti, më mirë më thonë, Pranverë me këngë, tashma është një traditë jona, është një iniciativë e imja bashkë me kolegët e mi, që është fillimet e saja, nuk jam eksakt, por ka rreth ndoshta më shumë se 12 vite më përpara që morrja të piknisin edhe hovin e saj, edhe çdo vit ky aktivitet ka ardhur në një formë, në një trajt të ndryshme. Kjo është e vërtetë. Mund të përmendi që me të vërtet është shumë i larmishëm, kemi pas përfshirjen e këngëtarëve të karrierës, me Zat, qytetit ton, edhe të më shumë pasqyrimin e këngës qytetare shkodrane, gjithmonë në një formacion live, gjithmonë me një si thush autoritet tonin që ta transmetojmë sa më pastër dhe sa më denjësisht
çdo lloj rrymet artistike që na kena lut në këto koncerte. Në të shumtën e herës ju kam ndjekur personalisht dhe më ka bërë përshtypje se çdo vit ka pasur një këndvështrim të veçantë, një konceptim artistik që lidhet me transmetimin e kësaj muzikës së mirë, cilësore, qytetare, dhe në aktivizimin e artistëve të ndryshëm. Vjet për shembull ishte nata e dueteve, por secila nga vitet ka pasur një fytyrë të veçantë që është vendosur shumë bukur në një dekor pranveror që ka rrezatuar ndjesi të mrekullueshme tek spektatori. Cili është konceptimi i këtij koncerti në këtë pranverë? Para se të nalim këtë pranverë, desha të theksoj edhe pak faktin që përmend edhe ju. E thash edhe më përpara që ky koncert ka ardhur gjithmonë çdo vit në një formë ndryshe. Po. Sa do pak, por ama ka kallzu një faqe të re, një frym të re, një lule më shumë, si thosh në pranverën e qytetit ton, po e quaj kështu. Kena pas përfshirën thashtë gjithë këngëtarëve, gjithë muzikantave, bashkëpunëtorëve të mi kuptohet, edhe të karrierës, por gjithmonë ideja dhe dëshira ime kuptohet e imja bashkë me kolegë gjithmonë, kur theme imja është bashkë me kolegë, bashkë me stafin realizues, ka qenë që edhe atëherë kur ishin pjesa dërmuese këngëtarët karrierës, këngëtarët më me emën edhe më dashur në qytetit tonë, unë kam përfshi elementin e ri, një bashkëngjitje të tyren që kjo tradit, jo vetëm e këtij koncerti, por një tradit shumë e mirë e qytetit tonë, si thush, kalimi i stafetës edhe në brezin e ri, të ketë një zhvillim real, jo thjesht fjalë. Më lejoni të bëj një ndërhyrje, pasi qyteti ynë është me fat, shumë me fat, për këtë mori talentesh, prurjesh, genesh artistike që transmetohen, por edhe institucionesh artistike që përcjellin këto vlera, i kultivojnë, i rrisin, i bëjnë ato të ecin me hapa. Për ndryshe, nuk do të ishte kjo ecuri në mjet institucionesh, do të thoja, nga qendra kulturore e fëmijëve, aty ku bilbilat këndojnë, nga festivalet e fëmijëve, shpeshherë këto në më të shumtën e rasteve përcillen në skena të tjera dhe pikërisht teatri Migjeni, pas Kujtimalis vjen institucioni i teatrit, vjen Ilir Zoga, i cili i merr këto lule që të sapoçelura të pranverës artistike dhe i kultivon akoma më tej. Përndryshe nuk do të ishte ai aktivizim për shembull te Lule Bora, por edhe tek aktivitetet të tjera. Është një tipar që duhet nënvizuar, do thosha, dhe një merit, e cila pastaj përballet me skena akoma më të mëdha, siç janë aktivitetet e mëdha në Tiranë apo edhe jashtë. Jo më kot, Kënga Magjike ka pikërisht këto prurje që kanë kaluar në këtë shkallë të aktivizimit. Ndaj jo vetëm janë me fat, por janë të mikluar, do thosha, nga kjo dashuri dhe kjo përkujdesje e madhe e këtyre mjeshtrave artistik. Është karakteristike kjo në Shkodër. Vitet i fundit, jemi sinqert, unë jam referu pak ma shumë ty në trive në qytetin tonë. Edhe për një arsye, ndoshta për shumë arsye, po edhe për një arsye që e vrej që na kena edhe një detyrë si thush morale, edhe artistike dhe profesionale, që këto tri që deputojnë qoftë edhe në skenat jashtë qytetit tonë, edhe që deputojnë me mjaft sukses, shpeshherë vinë edhe me çmime mjaft të mira dhe ashtu, mos t'i lajmë si ai peshku pa ujë. Por ama t'ju napin një dorë që edhe në qytetin e tyne ato të kenë mundësinat e tyne, të kenë ato se dihet karriera e një artistit është skena. Artisti pa skenën është me të vërtetë siç e përmendëm më përpara, tamam si peshku pa ujë, nuk jeton. Kështu që unë këto vite jam përqendruar çik te brezi i ri, jam përqendruar te brezi i ri edhe për idenë tjetër, se Shkodra tashti ma ka bë disa tradita të vetët.
siç është koncerti pranverë me këngë, në muajin shtator është bën një traditë që ne bëjmë prapë aktivitetin e koncertin e ahengut, si quhet ahengu. Dhe aty pasqyrohen vlerat e muzikës tradicionale tonat, kështu që mase edhe unë e gjykova që ne të përqendrohej çik te totalisht te briziri, te pasqyrimi i talentit edhe punës tyne, aftësive tyne, dhe ndoshta edhe për faktin paksa figurativ se me të vërtetë ato janë lulet e qytetit tonë. Absolutisht. Edhe fatmirësisht, siç e thatë ju, fatmirësisht qyteti jon ka një fat mall që me të vërtetë këtu burimi është shumë i madh. Burimi i këtyne talentave, i këtyne këngëtarëve, i muzikantëve, i instrumentistave, mu personalisht, por besoj edhe gjithë kolektivi na gëzon ky fakt. Që na vazhdimisht kena frym të re, kena ide të reja, kena talente të reja që shpeshherë nuk mund thosh se janë thjesht talenta, por na befasojnë. Në fakt edhe për të menaxhuar pikërisht këtë prurje duhet mjeshtri. Në një emision të mëparshëm bashkë këtu në studion Mirëmëngjes Shkodër, keni hedhur mendimin që duhet të menaxhohen, të mos lehen në heshtje. Të gjithëve t'u jepet nga një mundësi aktivizimi në mënyrë që ato ta ndjejnë veten pikërisht në ritmin e skenës. Besoj se nuk është e lehtë, apo jo? Normal që nuk është e lehtë, pavarësisht se tash kjo është një vazhdimsi e punës tonë dhe ne këto vështirësi nga që na mësuam përballë rregullisht me to mase dhe na kalojnë pa na bë përshtypje, pavarësisht vështirësive, pavarësisht punës kolosale që duhet për të shkuar deri në realizimin e një koncertit, gjithmonë po nalem edhe po theksoj e një koncerti live, koncerti të vërtet. Mund ta quaj të vërtet. Bio, do të thosh. Bio, totalisht. Tingujt vijnë drejt për drejt nga zëri, nga instrumenti. Qysh nga një frymëmarrje e parë e këngëtarit, çdo gjë është bio. Mirë, po kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është edhe vlerë e qytetit tonë, që na shumë gjana kena rujt traditën, mundohna me që shumë ma përpara, mundohna t'jena në kohë, gjithmonë konkurimi jon absolut ka qenë me duke ju referu formacioneve, duke ju referu aktivitete më të rëndësishme të vendit, jo thjesht me pa ç'a bëjmë na si qytet, por gjithmonë me garu për titullin kampion, siç është shprehja. Edhe mi këtë bazë normalisht rriten përgjegjësitë, rritet puna, rritet lodhja, rritet impenjimi, rriten gjitha. Ajo që vëre është se ai shtrati i lumit, siç u shprehëm edhe para intervistës, që është orkestra e teatrit Migjeni, një orkestër profesionistësh, e vlerësuar shumë, edhe me çmime të para në cilësinë artistike të interpretimit, është ai burim nga ku më pas rriten, mund të luajnë, mund të improvizojnë, të këndojnë, të shprehin të gjithë talentin pikërisht këto këngëtarë. Le të ndalemi te kjo orkestër e cila natyrisht është shumë e mirë, do të thosha. Me të vërtetë edhe në intervistat më përparshme unë jam mundu me cik punën edhe me transmetu punën e gjithë secilit prej nesh, se me të vërtet është puna e gjithë secilit prej nesh që ndërton një koncert të tillë, dhe nuk mundesh me anashkalu asnjënin. Pra unë nuk i shoh ky më i rëndësishëm apo ai më pak i rëndësishëm. Për mu, për punën që ndërtojmë, janë të gjithë të rëndësishëm, të gjithë kanë vlerën e vet absolute në ndërtimin e kësaj punit, këtij koncertit, këtij aktivitetit, edhe pse jo edhe gjithë aktiviteteve tjera. Por mase edhe unë kisha dëshirë të nalem sot në punën pak më konkrete edhe në shprehjen si më hanë në transmetimin e aty në vlerave saj punët pa lodhshme të muzikantave që ndërtojnë këte koncert, këte aktivitet. Me të vërtet unë e para i herë
i falenderoj edhe i përgëzoj për punën e tyne, për përkushtimin e tyne, gjithë me radhë, gjithë kolegët e mi, me të vërtet nihem mjaft mirë, edhe nihemi në rrumë, se krahas për zgjedhjes që ata janë me të vërtet në muzikantët më të mirë qytetit tonë, gjithsecili në profilin e instrumentin e tij, por duçi ti falenderoj edhe për durimin që shpeshherë kanë me provat, qoftë edhe me mua konkretisht, qoftë edhe me kërkesat e mia, gjithmonë me dashamirësinë. Me dashamirësinë, por me të vërtet që e them me plot gojë që punoj me një ekip të mirë. Punoj me kolegë të mirë, punoj me kolegë që e dojnë punën e tyne, e dojnë artin pafundësisht, gjithsecili është mjaft i talentuar në instrumentin e tij, ka bë emrin e vet në atë instrument, jo vetëm kaq, por për gjitha aktivitetet që ato janë pjesë e ideve, pjesë e realizimit të këtyre aktiviteteve, ato shprehin maksimalisht gjithë mundësitë dhe talentin e tyre. I falenderoj me gjithë zemër, si mjet, unë kam edhe një risi, edhe është për ta ashtu se edhe te unë tingëllon bukur, edhe te unë qysh në hapat e para e kam mirë prit shumë, si thosh kemi edhe frym tre. Kena muzikanta që aktivizohen për herë të parë me formacionin ton, por me them me bindje plot që unë jam shumë i kënaqur se gjithsecili prej këtyne bashkangjitet shumë mirë me kolegun përkatës që ka vite që bashkëpunon në këtë. Du t'i përmendi edhe me emra. I është afru formacionit ton një kitarrist, një djalë shumë i talentuar, Daniel Prendi, me të vërtet i talentuar, me të vërtet me një vizion të qartë për muzikën, me një vizion të këndshëm. Është bashkangjit si mjet klarinetisti dhe saksofonisti i talentuar Erion Lishi, një djalë shumë i mirë, një muzikant i mirë. Lishi më kujton emër të mrekullueshëm, Nazmi Lishi. Pa diskutim, nga familja e nderuar me Lishi, në Shkodër që pak a shumë dihen vlerat e asaj familje në kontributin e muzikës. Sa bukur që transmetohen këto vlera. Në tastier ose në piano është afru edhe ai një djalë shumë i talentuar, Ademir Fresku, e ka mirë prit ftesën jam pikrisht, pra edhe do të ketë këngë, por edhe po ne kontributin e tij edhe në tastier, u vjen mirë se këta janë djem që përveç se janë të talentuar, edhe shkollohen apo janë të shkolluar, plus që janë një vlerë e mirë pritur edhe për qytetin tonë. Ashtu siç ju mendoni të kultivoni dhe të rritni artistët këngëtar, siç duket edhe tek orkestra, mendoni në një drejtim perspektiv të këtij formacioni të mrekullueshëm. Absolutisht. Pra kjo është gjithmonë lëvizje, kjo më pëlqen. Se çdo aktivitet i joni konceptohet në lëvizje, si thosh në hapin e dinamikën e kohës, në hapin e aktual të kohës. Dhe të drejtohemi pikrisht natës nesërme, e cila do t'i drejtohet muzikës lej, muzikës tradicionale, muzikës huaj. Si e keni menduar? Nata e nesërme, thash, gjithsecili vit ka një veçanti. Ne si mjet përmbyll me 5 vite lulebor. Dhe direkt në kanëveshtrimin e parë, për ndërtimin e instrukturëve të koncertit, më lind ideja e 5 çmimeve të para brenda koncertit. Edhe një si thosh, edhe një rifreskim i këtyre i luleborës në Shkodër, se luleborët tashmë dihet, tash bën një aktivitet normal të rëndësishmit e vitit në qytetin tonë, edhe normal të dashturit. Një festival ku gjithë përfshirja është e pa diskutueshme. Është një gamë e madhe muzikantash, artistash, poetësh, këngëtarësh që marrin pjesë dhe që ndërtojnë një festival tillë. Dhe me të vërtet ky festival nga viti në vit
e ka një evolimin shumë të madh dhe me të vërtet ka kaluar në siç edhe ka filluar në fakt, por me të vërtet po shifet e curia e tij edhe po shifet jehuna që po lën ky festival. Mirë po direkt më shkoi mendja, thash është një më ngacmoi ideja që të ishin 5 çmimet e para mbrana këtij koncerti. Përkundazi jo vetëm që do të bash një suport i mirë për koncertin, por do të ishte edhe si thosh e thash edhe më përpara, po edhe një rifreskim i këtyre materialeve, por edhe majtja në skenë e këtyre materialeve është i ban si thosh jashtëgjat jetën këtyre këngëve. E krahas këtyne, koncerti është një ndërtum mi konceptin e muzikës lehtë. Muzikës lehtë kryesisht shqiptare, që të na ka muzikë edhe të mirë shqiptare, kuptohet. Ideja nuk ka qenë e kufizume, gjithë secili këngëtar, kontakti me këngëtarët ka qenë që gjithë secili prej tyre të zgjedhin materialin më të mirë edhe më të dashtun ti, që i shkon më shumë, por edhe që e transmeton më mirë të publikut, gjithmonë duke pas kujdesin ça pëlqet edhe ça rri mirë të publikut. Ka vite që ka përcejnë, ka një gambë të madhe në hapësirën kohore të kësaj muzike që do të dëgjojmë nesër mbrëma? Pikërisht, atë thash, pra, duke ushtri në kohë, na ka lënë mundësinë që brenda koncertit ketë një larmi shumë të madhe të materialeve. Gjithmonë tentova edhe me një ide, mase që është për gjithë ne, që t'i napim një grim si tush shpres, një grim jetë edhe kësaj periudhe që kalume. Kam tentu të materialet i gëzueshme, të materialet më të mira, qoftë profesionalisht, por qoftë edhe më të dashtuna për publikun. Për një arsye të vetme që me të vërtetë kjo mos jetë thjesht një pranverë, por të jetë një pranverë e gëzueshme, një pranverë ku bashkë me këngëtarin, bashkë me ne që luajmë këto këngë, të kënojnë edhe publiku, të jetë pjesëmarrës me ne. Ajo është kënaqësia më e madhe. Përfshirja dhe e publikut është me të vërtetë një sukses, si thosh. Le të jemi tek kjo skenë që transmeton pikërisht këtë muzikë shpirti. Si do të jetë ndërtuar kjo skenë? Ju keni anoncuar pak më herët që do të jetë përpara teatrit Migjeni. Aty do të jetë orkestra live, do të jetë një skenografi, ka vend për të gjithë, natyrisht e kam fjalën edhe për spektatorin. Si do të jetë ndërtuar? Kuptohet, është koncepti paraqitjes. Koncepti paraqitjes u bë viti i dytë, se na dina situatën aktuale. Vjetë e bët në Shirok. Vjetë kena bën Shirok, e rezultoi shumë mirë. Spektatori na shoqëroi deri në Shirok dhe rezultoi gjithmonë mirë. Zakonisht ky koncert është bërë gjithmonë në sallën e teatrit Migjeni, por e them me bindje që edhe si vjet unë mendoj që do të jetë shumë mirë, për arsye se na jena prap, jo se edhe vitin tjetër ishte mjaft mirë, se po thosh, por ne hap me sezonin artistik të atij sheshit bukur të Shiroks. Ishte koncerti i parë që e inauguroi atë shesh, edhe e inauguroi bukur, edhe që shpresojmë që ai të jetë gjithmonë shesh koncerte, shesh gëzime, shesh veprimtarisht mirë. Si mjet para teatrit Migjeni, unë e shoh shumë bukur. Se ai me të vërtetë është vendi jonë dhe i gjithë skuadranëve teatri Migjeni. I gjithë është dashur. Në qendër qytetit, jemi si tush në shtëpinë tonë. Ajo është një skenografi e ndërtuar, që çdo skenograf do ta dëshironte një skenografi. Paraqitja Lule Bora për shembull ishte shumë e bukur. Paraqitja e pamja parë e teatrit Migjeni është befasuese, kështu që na e shfrytzuam mjaft me dëshirë si mjet këtë që ta kena para teatrit Migjeni, dhe shpresoj që është ndërtuar që të ketë edhe rreth 150
karrige, që do t'jenë spektatorët me shumë dëshirë, ka kohë që na pyesin kur fillojnë biletat më ushit, si fillojnë, do t'ketë një aq sa lejon situata dhe ambienti aty do t'jenë rreth 150 karriga, nuk e di eksaktësisht sa mund t'jenë, por rreth këtij numri do t'jenë karriga të brendshme, kurse prap nga mas këtyre karrigave do t'jetë populli. Do t'jetë populli që ne na shoqëron vazhdimisht, jo vetëm ne, por gjithë aktivitetet. Edhe altoparlantat patjetër që do ta përcjellim këtë në një pjesë të madhe të hapësirës shkodrane. Na ka ndihmuar shumë piano event. Për këto ndërtimin e skenografisë, skenës, shpresoj që çdo gjatë shkojnë në parametrat e veta, por gjanat janë menduar me detaje. Kush do ta prezantoj? Edhe një mini dyshim i vogël, po shpresoj që mos kena probleme me kohën. Se gjithmonë parashikimi tashmë është një interesim i veçantë të gjithëve. Kush do ta prezantoj? Gjithmonë këto koncerte na, si më thënë, i kina majt mrena vetit, po që i kështu. Gjithmonë zakonisht i ka transmetu një këngëtar i mbrëmshëm, një këngëtare e mbrëmshme, gjithmonë ai person që jo vetëm që e ka pas me dëshirë prezantimin, por edhe që ka ndaj të bukur në gojën e tij prezantimi. Zakonisht pjesën ndërmuese të këtyre koncerteve ka transmetu, e ka prezantu Rezart Asmaja. Ylber Tahiri, pra artist. Edhe si vjet ne kemi mrena konturave tona, si vjet do ta prezantojnë Klodiana Vata. Pra një këngëtare talentume, por edhe oratore, e talentume edhe në sferën e moderimit, moderatores. Nesër në orën 20. Nesër në orën 20. Në sheshin para teatrit Migjeni. Spektatorët e shumtë patjetër që do të kenë jo thjesht interesimin, por kënaqësinë për të përcjellë në shpirt ato tinguj, ato këngë, të cilat janë bashk udhëtare të jetës së këtij qyteti, por jo vetëm. Ato këngë që burojnë nga shpirti i bukur i artistëve, të orkestrës edhe këngëtarëve. Ato këngë që na mbesin në shpirt, në buzë, që i këndojmë dhe që na shoqërojnë gjatë ditës. Kjo është një dashamirësi e madhe që ju i dhuroni publikut të Shkodrës. Ju jeni bamirës, do ta thuaj. Ja, ne të falenderoj për atë term të madh, por natyrisht për ndryshe sigur jemi sado pak do të ishte kënaqësi për ne. Megjithatë na mundohna që punën tonë ta transmetojmë edhe të kënaqim spektatorin edhe publikun, por njëkohësisht kënaqësia e tyre është një super kënaqësi për ne. Me shumë duar trokitje. Besoj se do të përcillet nesër në orën 20 para sheshit të teatrit Migjeni, Pranverë me këngë 2021. Ju falenderoj shumë Ilir, ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen në Mirëmëngjes Shkodër. Besoj se transmetuam një informacion të bollshëm rreth këtij aktiviteti dhe pse jo edhe të pulsit artistik tuaj dhe të artistëve që performojnë dhe që i dhurojnë qytetit ton kaq shumë dashuri me artin, me muzikën, me këngën, me çdo gjë që ju e përcillni në këtë skenë. Ju falenderoj dhe ju uroj suksese. Unë jo pa qëllim thash edhe i thash gjitha falenderimet e mia për ftesën tuaj, por unë t'jem realist, du të shpreh një mendim tëmin që në fakt Pranverë me këngë fillon këtu. Këtu fillon. Edhe marron nesër në darkë mas koncertit. Kështu që edhe ky është. Shpresojmë të kemi shpërndar mesazhe të bukura, mirësie. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit.